se unë të shofe të bëj. Jo, qa po reflekton? Kaq, po është puna ime. E kishe mbyllur aty. Jo, se nuk është lezë më jo. Në moment që nuk do të jetë ashtu si që duket, ju lutem mundsoni lidhjen me firmën, sepse dua ta thras tek Agai kësaj here për diçka krejt veçantë, krejt ndryshe. Më hapni lidhjen me firmën. Atëherë, miqtë e mi, jam sërish me ju, dëgjohem aty? Do doja edhe një herë tjetër Romirin tek Agai, të lutem Romir. Eja dhe një herë. Jemi për diçka tjetër tani. Okej. Shkojmë tek Agai dhe nuk dëgjohemi në pjesë tjera të fermës. Romir, ja, te kemi së bashku tani, ndryshe nga surpriza, tani është diçka më pak e bukur. Ka të bëj me jetën e fermës. Ti e di që reality show-t karakterizohen patjetër nga loja, por edhe nga thashethemet. Ti je një person që ke ditur ti si të ruash balancat dhe të mos shkaktosh pak kënaqësi të mëdha tek fermerët e tjerë. Megjithatë, ky është një konkurs, kjo është një garë, dhe si e tillë, patjetër që disa do të kenë rezervat e tyre, simpatit, antipatit. Ky do të shohësh tani është një klip që përfshin disa fermerë që kanë thënë për ty gjëra që ndoshta mund të të mos pëlqejnë, dhe pas këtij klipi pastaj do jesh i lirë nëse do duash të konfrontohesh dhe të debatosh, të diskutosh me ta, ose të sqarohesh me ta. E shohim të klip me thashethemet e fermerëve për ty dhe rikthehemi. Ajo që më bë përshtypje, i pari që më ka qenë nominim, sa e mori atë kryetar Likun, ishte Romir ishte. Edhe unë u habita shumë se e kisha respektu. Ç'ne unë me atë punë? Do ishte shumë e ndershme nëse do ishte përballur me ato forcën e argumentit apo intelektit që ka Moza, duke qenë se ndoshta nuk ka kapacitetin, atëherë ka zgjedhur me zuarsi që ta shmangë këtë përballje. Romiri vetëm një herë më ka përqafu mu kur përqafova Sarën se kishin fitu ke Flia. Edhe imagjino, gjithmonë fut pyka. Sa herë bëjnë gjë të bukur se kështu fut pyka morale, kështu bashkë me atë tjetër. Unë nuk besoj që Romiri është i pa dekoduar, domethënë që i ka bërë këto lëvizje dhe s'është kuptuar që i ka bërë. Romiri ta shpif komplet. Ky Romiri është komplet bu. Vepron shumë në hije, shumë tinzar dhe i pabes dhe shumë falso. Ai di shumë qartë momentin kur ta thot gjën, si ta thot gjën dhe kujt ja thot gjën. Koskën tyne që janë një liri, Romiri dhe Sara, që edhe me mrit në finale bashkë me ava që s'është e vërtetë se do ja fusin një tjetër. Është thjesht një lojtar i mustol, në disa ndeshje ka luajtur deri në minutën e fundit. Unë duket që të dy edhe Iliri dhe Romiri e përdorin shumë Sara. Si se përdorin. Kur shef dy burra, 50 vjeç që përdorin një gocë, mund vjej çip-çubi. Unë mendoj se ka ndiku loja e Sarës shumë nga këta të dy. Më duket sikur i heq gështenjat nga zjarri me duart e të tjerëve, sidomos më të vegjëlve, tipit Sorgini, Sara. Romiri të njëjtë atë mohabet, unë kam hi i sinqert. Nga shkrive. Unë kam hi me baloj. Lëviz me strategji, me të futme, po pa brutalitet, run atë etikën e jashtme. Iliri është ushtori, Romiri kuptoj. Ka qenë në mbrojtje dhe jo në sulm. Po Romiri s'është artist apo s'ka asgjë artistike pro. Të lutem, edhe regjisor. Po çfarë regjisori ama? Ai s'ka lidhje me artin, s'ka flik shpirti artistik. Imagjino ti Iliri dhe të ngele ai vazhdon ta shifte me fort, nuk di. Romir, çfarë mendon? Po bëhet shumë zhurmë ndaj, nuk e di pse. Çfarë mendoj? Mendoj që e di që mund të jetë kështu e bezdishme kjo që e them shpesh, po kështu është vërtet. Mendoj që nga disa fermer këtu ndahemi dhe diferencën e bën pikërisht ajo që unë kam thënë shpesh dhe besoj fort, që unë nuk jam lojtar këtu. Unë nuk jam lojtar këtu. Si pas konceptit që kanë ca e ca. Si pas konceptit të lojtar Likut,
Dhe ja u shpjegoj unë se çfarë lojtarësh janë të tjerët që kanë folur në këtë rast. Po edhe të tjerë ndoshta që s'kanë folur në këtë klip. Sipas konceptit, që lojtar është kur dy veta përplasen dhe ti futesh pyk si i tretë dhe i hedh benzinë zjarit me qëllimin që të shtysh njërin prej tyre që të shkoj drejt greminës. Lojtar i tipit që të shfrytëzosh në maksimum edhe çikërrimën më të vogël dhe ta trashësh qimen dhe ta bësh tra, vetëm e vetëm që të krijohet një tymnaj, të krijohet një zhurmë, të krijohet një stuhi në gotë, si e si që të rëndohet disi pozita e dikujt apo e dikujt tjetër, sepse si pas kësaj logjike publiku andej për jashtë ta gjykon nëse duhet të dalë dikush apo s'duhet të dalë dikush. Të gjitha këto historira nuk kanë të bëjnë fare me mua, po fare. Ti je si jashtë edhe brënda. Ti nuk je në një rol, për të marrë atë që tha Moza. A jeti në një rol aty brënda, apo jo? Jo, Arban, jo Zemarina. Unë nuk jam në një rol. Unë e kam thënë qysh në ditën zero. Profesionin, karierën, aktorlikun, të gjitha këto, unë i kam dënë tek dera. Këtu brënda, unë jam brënda lëkurës time. Dhe silem ashtu si që silem, si që ndjej unë, si që ma thot shpirti, si që ma thot zemra. Unë baj mënd qëfar them, unë baj mënd qëfar bëj. Dhe i qëndroj konsekuent asaj që mendoj që është e drejt, edhe pse mund ta nuhas që për jashta nuk është ashtu, po merr drejtim tjetër. Dhe e kam dhënë këtë shembull në disa raste. Unë këtu kam mendimin që askush nuk mundet të eliminoj askënd, në kuptimin e lojës, të strategjive për të shtyrë njerëz për jashta. Këtu, të tërë ne, gjithë se cili nga ne, hynë me këmbët e veta dhe del me këmbët e veta. Dhe me që jemi të këtë dala, del prej gabimeve që bën vetë. Nuk kanë lidhje fare strategjirat e të dytve, e të tretve për të angarkuar situatën, për të nxjerrë keq, se kam dëgjuar shpesh edhe këtë shprehje që shiko se po del keq, të tëra këto. Romir, ti mendon që fermerët që janë larguar deri tani, që janë eliminuar nga publiku, janë eliminuar për shkak të gabimeve dhe zgjedhjeve të gabuara që kanë bërë në fermë? Absolutisht. Janë eliminuar sepse në momente të caktuara të rrugtimit të tyre, nuk kanë reaguar si që duhet, nuk kanë qenë të ndershëm, kanë mbajtur krah, ndoshta me dashje apo pa dashje, janë përpjekur të tregojnë konformist, të arrijnë të përfitojnë diçka nga momenti, për mirë apo për keq, kjo nuk ka shumë rëndësi. Domethënë, nuk sinqerisht, domethënë se po më duket vetja kështu si domethënë i distancuar komplet, po më duket vetja sikur jam në një fermë tjetër, po sinqerisht unë këtu po bëj fermën time. Në kuptimin që me gjithë secilin kam një marrëdhënie të qartë, aq sa që jap, aq edhe marr, nëse ma lejojnë më shumë, unë jap edhe më shumë, sidomos për sa i përket humorit, sepse edhe të humori përpiqen të jemi kujdesshëm, se jo çdo kush mban humor, apo qoftë edhe në gjëra të tjera, deri edhe ke gjërat më minimale, dhe në ka një strategji në këtë mes është ajo që unë i mbaj këtu çfarë ju kam borxh dhe çfarë më kanë borxh, dhe përpiqem Arban, unë kështu jam edhe në jetë. Bires në jetë, unë jam një njeri i cili nuk kam pritshmërira, sepse sa më shumë pritshmërira të kesh në jetë, aq më i madh është zhgënjimi nga ai tjetri i cili nuk ta kthen, i cili fatkeqësisht, siç ndodh në jetë edhe këtu, të konsideron ty si veten. Pra, gabimi më i madh është që domethënë në mënyrë të jo koshiente, ne e konsiderojmë tjetrin si veten. Jo, këtu të gjithë janë ndryshe në llojin e tyre. Dhe për mua çelësi i fitores, nëse unë do arrit të shkoj deri në fund, është pikërisht kjo. Ti je realist në atë që bën. Të mbash mend çfarë thua, të mbash mend çfarë bën, t'ja kthesh aty ku është për të kthyer, nëse ta japin, that's it.
Ti do doje të përballesh me ndonjë nga personat që kishe në klip, që dëgjove në klip, apo jo? Do doja të përballesha nëse jemi në të njëjtën pistë. Nëse jemi në dy pista të ndryshme, ku personi që kam përballë mendon se po flasim për lojra, për strategjira, për çfarëdo publiku, për PR-e, për ku diun, unë aty nuk të ndjek dot më vjen keq. Jeni në të njëjtën pistë dhe personat po të presin tek skena. Të lutem të vish tek skena. Okej.